si parti që luftojnë vetëm për interesat e vogla, por sot Endri Shabani nuk është më Tenis Mathurje, është avokat i popullit. Çfarë ishte kjo periudhë, çfarë na tregoi kjo periudhë për zgjedhjen e këtij drejtuesit të këtij institucioni poli për të dy forcat politike të cilat janë të përfshira në një aksion parlamentar që do kërkoj kompromis për reformën territoriale apo për reformën zgjedhore? Shiko, Merita, unë do të ndaj në dy çështje. Njëherë, për sa i përket emërimit, ishte një emërim një zgjedhje e vonuar se 3 vjet e shtyr prapë me këto lojrat politike të çoh firma ose çoh firma. Kështu që për vendimin tim u vendos një ashtu. Unë kam patur dhe kritika shumë të forta ndaj Endri Shabanit, sidomos para kur nuk u bashkuan këto partitë e vogla, sepse unë i kam investuar. Që nuk bënd të gjitha një koalicion. Atje pata ato kritikat e mia dhe më pas si rodhën gjërat me aleatin e vet me Adriatikun. I cili sot është protestues te kryeministria dhe jo në parlament. Po, por nga ana si aktivist, profesionale, si jurist, si njeri që ka mbaruar jashtë e tjerë, dhe nga shumë emra të tjerë që pashun aty te ajo listë, më mirë Endri Shabani. Kjo është ana teknike. Nga ana politike, tani unë nuk e kuptoj se ka pozien dhe rjeti turpe, jepni kështu, bëni kështu, bëni ashtu, Gazmend Bardhi kishte bërë një gjoja si kur po çojnë Niko Peleshin në gjykatën kushtetuese, pasi Berisha dje deklaroi që nuk do ta çonin. Po, Berisha tha nuk do, po sepse sot plasi sot faktikisht duket që u derdhe pika e fundit. Tani unë nuk e di, unë kam qenë që në fillesa, domethënë, dhe unë jam edhe dëshmimtar se Edi Rama është investitori kryesor i Berishës, në kuptimin e rikthimit, të foltoreve, të rithemelimit, të vulës podeshe, ekonomik të rrethit që mbajnë, që shkëlqejnë, që nuk vuajnë si që vuajnë opozitarët e shkretë dhe demokratët e shkretë, që kanë filluar dhe diskutojnë dhe vetë tani këtë ndarje të kasës, dhe në këtë kuptim nuk e di se çfarë pritet, ndoshta presin ndonjë ditë që të shkojnë dhe t'i kapin të dy në ndonjë tavolin, në ndonjë kulis lokali, sepse provat janë më se të qarta. Kjo ishte një provë, bashkëpunimi po thua. Patjetër. Ty amnistin ta bën bashkë. Ku nxorën edhe nga të GKK-së të spau. Bën atë që tani e shajnë e mallkojnë, bën kodin penal, atë zgjedhorin. E bën fare hapur në mes të natës, e kupton. Vajtën e mbyllën, u mblodh Bylykbashi me atë e tjerë. Para ca ditësh mori Lefteri Leshin, prap institucion. Dakor, po ajo drejtëresht në kuvend ishte prej ditësh. Dakor, po mirë, ne dim që është e opozitës në një farë mënyrë, pavarësisht se e mbajti, e të dy palëve, po ta them kështu, se ishte kryetare KQZ-s e zgjedhur nga Berisha. Do thënë, kanë çuar për amnistin, për ta shu, këtej del Berisha, këtej dalin dhe thonë kjo paqja fiskale, do pastrojnë parat, madje është kundra dhe BE-ja, edhe ndërkombëtarët, këta çojnë amendamente atje, për të rregulluar ca gjëra, do të thënë marrin pjesë. Dhe kanë dhe ato komisionet e tjera, do të thënë bashkëpunimi është ashtu. Ky është varianti që unë e besoj dhe që ata e vërtetojnë vetë. Pastaj varianti tjetër, po dualet pranojnë këtë variantin tjetër për avokatin e popullit. Kemi të bëjmë me një çet të shkapërdar që nuk e pyesim në Sali Berishën, dhe vjen mblidhje 35 veta, e kupton, dhe firmosin. Vini? Dhe firmosin. Ishte naivitet, nuk e pyesin Berishën, dikush tjetër po dojmënon vendimarrjen. Çfarë ishte? Besoj se është një krizë në mënyrën se si funksionon Partia Demokratike. Që nisë legjislaturës, Partia Demokratike ka qenë e shfokusuar në mënyrën se si bënte aksionin. Në kuvendin e Shqipërisë kryesisht, ku kemi parë shumë deputet cilët revoltoheshin, ndonjëherë dhe në mënyrë pa drejtë, pse nuk po flasim, pse jo procedura, pse kështu. Dhe ditën e sotme pam që deputetët e grupit parlamentar filluan të kërkonin dhe ndjesë publike. Kërkojmë ndjesë që i dhamë firmën Endrit Shabanit, bëm një gabim e tjerë, po kjo nuk në largon nga përgjegjësia. Por më shumë, për të rënë, mund të themi një shkurt disi përgjigjes, reagimi i zotit Bardhi ditën e sotme tregoi një përplasje e cila është në gjenezë brenda Partisë Demokratike. Fakti që zoti Bardhi, si drejtuesi i grupit parlamentar, thotë i kanë dërguar shkresën deputetëve për të firmosur.
Pra duket që ai nuk e ka autoritetin për të dalë kundër zotit Berisha, i cili është kundër dërgimit të votimit të avokatit popullit në gjykatë kushtetuese, tregon një përplasje e cila duket se po Thjesht ata janë aty, kryetar grupi, sekretari i përgjithshëm, kryetar partie, nënkryetarët, që mund të dalin në një vendim politik, dhe kjo historia që publikisht dikush nuk e besoj fare këtë. Dikush tërhiqet dhe dikush jo. Unë e njoh mira të partisë. E di pse nuk e besoj. Besoj fort që zoti Bardhi kërkon që të distancohet nga votimi në Parlamentin e Shqipërisë. Po, nga përpërlitja. Distancimin që do të bëjë do ta bëjë në dyert e gjykatës kushtetuese. Është një manovër shumë e mirë për të thënë që nëse gjykata kushtetuese do legjitimoj mos dorëheqjen e firmave pra të çojë të lishme. Pra, kalimin e kandidatëve në seancë pa firma. Atëherë vetvetiu dhe demokratët duket thjesht do ishin atë Edri Shabanin. Ata e bën aktin e tyre politik. Por është një interpretim tjetër që na duhet, më sa duket. Akti politik e bën ata. Është një interpretim. Akti politik ata e kanë bërë, firmat janë, i kemi botuar neve të gjithë. Dhe për këtë kanë gjykimin. Ajo në gjykatë, di çfarë është? Ish që Endrin lenën vër prenën. Do të thotë, çfarë të them unë ty? Mund të zgjidhë një ngërç të krijuar tashmë brenda demokratëve, të cilët janë të idesë që bëm gabim me gabim të mbaj përgjegjësi të japin dorëheqje. Dhe për këtë në pjesën e dytë do flasim me Besim Ndregjonin, të nderuar teleshikues, i cili i mbështetur për herë të tretë nga Partia Demokratike, por me sa duket jo aq shumë sa kjo procedurë të finalizohet, duke qenë ai avokat i popullit. Poli dhe Vini, shumë faleminderit që ishin për të diskutuar për këtë çështje. Shikues të nderuar, vetëm pak publicitet dhe rikthehemi.